aksion, aventur, entuziazm, të gjithë ku do ndodheni. Këtu do t'i gjeni fëmijët e botës së egër. Do t'jesh edhe ti zemër, unë e di këtë gjë. Këtë sezon, bashkohuni me një grup të rinj të cilët do të shkojnë atje ku është aventura dhe ku bëhet konkurrenca për çmimin $1 milion. Sepse është një botë egër! Kur të thrasin emrin, mos haro të bësh sikur habitesh. Hey, ç'kemi, unë jam Stu Ellison, producenti i Botë Egër. Mirë, ju e dini pse jemi këtu, apo jo? Shikoni, ju djema e dini procedurën. Nuk është e nevojshme t'ja u tregoj shfaqjen, kështu që pse nuk shkojmë drejt në thelb? Dhe ju them me emrat e 4 adoleshentëve me fat që do të udhtojnë për në lumin e Amazonës për të konkuruar me çmimin $1 milion të Botë Egër. Edhe pa vonesa të tjera, djaloshi i parë me fat është Leo Bryant. Bëja të buzëqeshjen tënde speciale, shpirt. Është momenti yt tani. Djalim! Oh, po, je i lumtur tani? Se nuk përpiqesh ta marrësh seriozisht të paktën një herë. Lere fare. E janë i lartë, fëmi! Vazhdo! Jepuni një dorë ndihmë, djema, edhe më pas toni mirë pafshim, sepse ata do të shkojnë tashmë në Botë Egër. Aha, ashtu është, aha. Ky është organizimi, djema. Ju përshtateni me ambientin. Përballen me sfidat, jetoni në pyll, hani insekte, çfarë do qoftë, të mbijetoni me pak fjalë. Stafi i filmit do të jetë për t'ju filmuar dhe jo për t'ju ndihmuar në rregull. Ne do të kthehemi t'ju marrim pas disa javësh, do të ndajmë filmimet në seri, do të shfaqet dhe teleshikuesit do të... Dhe unë do të fitoj $1 milion. Kështu më pëlqen, Çeki, një sjellje pozitive. Keni pyetje? Edhe ata do hanë insekte? Mos e vrit mendjen për stafin, bir, vrit e mendjen për veten tënde. Shko të gjesh numrin 1. Shiko të gjesh numrin 1. S'ka problem për këtë gjë. Tani, ju djema do të mësoni përmendesh këtë. Secili prej jush do të ketë një nga këto pajisjet e videos digjitale. Lente të montueshme me kënd të gjerë. Lente do të kapen në xhepin e bluzave ose në kapele dhe kamerën do e mbani në rrip. Bukur. Mbajini këto gjatë gjithë kohës, dakord? Sepse mund të kapni ndonjë gjë të mirë që nuk e kap dot stafi filmues. Shumë interesante, apo jo? Mirë, ashtu qoftë. Fëmijë, vërini këto, tani do të flas me pilotin për të mësuar orarin e mërritjes. Ej, më lër të ndihmoj me. Jo, faleminderit, Leo, besoj se e bëra. E bukur. Dgjoj, Leo, mund të më ndihmosh mua, unë nuk do të qelloj. E di çfarë mu hiq qafe dhe ti më mirë. Mos tash ndonjë gjë? Te mendon se ata do të bashkëpunojnë? Unë nuk dua që ata të bashkëpunojnë, unë dua që ata të çmendin njëri tjetrin.
Besoj na bën mirë një pjatë me piperka. Po ai budallaj, ç'bën atje lart? Po ti si e ke hallin të zuri gjumin në timon? Ma vjen keq nëse koha nuk është ashtu si e dëshironi ju. Edhe përse po na thua këtë? Të them të drejtën nuk ja kam fare iden. Që kur avioni u fut në këto re, pajisjet u çmendën totalisht. Jam duke u përballur me kaq errat forta nga xhepa ajri, saqë nuk po arrit të kuptoj se në çfarë drejtimi po shkojmë. Nuk e di se për sa kohë akoma do të rezistoj. Më mirë të hidhemi, e kam shumë seriozisht. Dakord, do të hedhim fëmijët më parë. Çfarë po ndodh? Me sa duket do hidhemi. Çfarë ke luajtur mendç? Kjo nuk është në kontraktën time. Është thjesht një aventurë e vogël ekstra. Këtu, vishini këto parashuta. Margaret, duro! Wow, çfarë xhiro ja? Pa gjë njëri se çfarë ndodhi me avionin? Herën e fundit që e pash ishte akoma në ajër. Shpejt, nxitoni! Le të shkojmë, momenti për të hedhur. Në asnjë mënyrë, jemi shumë ullët. Me zor janë duke rimar kontrollin. Por po humbasim karburant. Lidhni ripat e sigurimit. Do të gjej një vend të mirë për ta ulur në tokë. Shpresoj. Po Leo nga humbi? Këtu lart. Qa ka për të qeshur? Po tani si do të zbres që këtu? Duhet të zbërthesh parashutën dhe thjesht të lëshohesh poshtë. O, po si moj, as që bëhet fjalë. E po, e di ti, ajo pem do të rritet me kalimin e kohës. Mirë pra. Kjo do të jetë një nga momentet kulminante. Wow! O, mos! Mu derë gjeli flokve. Për Leon, aventura fillon me tragjedi. Mjaft tani, Alex, nuk është për të qeshur. Po tani, Gjeki, çfarë do të bëjmë? Ju i dini rregullat, ne duhet të mbijetojmë, të shohim kush është më i afti. Po ti akoma vazhdon të besosh se do të ketë një shfaqje? Avioni u rrëzua apo e harrove? Unë nuk e pash të rrëzoj, po ju pa gjë? Po, në rregull dhe unë se pash, Kur i por... gjithë kjo të ishte organizuar. Gjeki ka të drejtë, edhe unë këtë po mendoja. Më kupton, mbase kanë bërë si kur kishin motorët problem, apo ku e di unë. Dhe na bën që të hidhemi në mënyrë që ne të ndiheshim të çorientuar. E sakt. Që të na ngatërrojnë, që të mendojnë se nuk ka shfaqje dhe të shohin nëse do të dorëzohemi. Po, dhe ndërkohë, stafi i filmimeve do të jetë shehur diku aty rrotull duke na filmuar. Ej, pse ndalove?
Se nuk më thua që ndoshta nuk kemi fare në Amazon. Mbase gjitha kjo është një ëndër. Ashtu duhet jetë. Leo, unë po beja shaka. Jo, por unë dua të them, përse do të mundoheshin të na sillnin deri në Amerikën e Jugut. Mbase na kanë sjellë rrotull për disa orë që më pas të na hedhin. Besoj që jemi akoma në Amerikë. Po, shtetet e gjepurave. Dua të them, xhungla është xhungël. Kjo ndoshta është diku në Everglades ose diçka e përafërt. Më falni, po është Amazona. Wow, Margarita di të flas. Në rregull, atëherë nga e diti që është Amazona? E po, të paktën një fakt. Nëse do ishim në Everglades, bimësia do t'ishte dendur me barishte, mirizofora dhe selvi. Toxidium disticum, në të kundërt me Cupressus arizonica. Nuk do të shihnim pemët e mëdha që shohim këtu apo shumëllojshmërinë e pabesueshme të bimëve. Kam numëruar deri tani me qindra specie, pa përmendur këtu fluturat. Me sa duket ajo nuk deli jashtë shtëpisë. Nuk do të vija bas për këtë. Dhe më pas kemi dhe anakond. Natën të gjithëve. Alex, ti më beson apo jo? Stafi është diku këtu rrotull. Oh, po, sigurisht. Shko kërkoje se mund t'jem qeur. Vazhdoni ecjen, mund të arrim në fshat në të gdhirë. Wow. Mos më zuri gjumi? Mos ja fut kotani. Po ajo nga erdhi. S'ka rëndësi, është e imja dhe ti nuk mund ta kesh. Nuk jam i detyruar ta ndaj dhe ti nuk mund të më kërkosh llogari. Ti i di rregullat. Hej, qetëso, asnjë nuk do të sulmoj për hamburgerin tënd. E po, shumë mirë atëherë. Hë? E pe atë? Çfarë ishte ajo? Një lakuriq. Nate? Më mori hamburgerin, nuk mund ta besoj. Hej, Margaret, fol, digjo çfarë ishte ajo? Ajo ishte një pteranodon. Çfarë do të thuash? Ndonjë lloj zogu apo? Është një dinosaur. Kjo duhet të jetë gjëja më budallaqe që kam dëgjuar ndonjëherë. Je totalisht torallake, e dije? Ej, mjaft, Xheki. Ky është një ofendim i rënd. I rënd? Po ti në çfarë planeti jeton, shoku? Dinosaurët janë zhdukur. Ndoshta ke të drejtë, por për kjo s'do të thotë që nuk ka si, për shembull ti e din, ndonjë specie që ka mbijetuar diku aty jashtë ku askush nuk ka shkel më parë. Më dëgjoj mua. Më dëgjoj me kujdes që mos ta përsëris prap. Nuk ka dinosaur këtu. Në rregull? Bravo! Bravo! Mos ma thuaj, janë dinosaur?
Agenti im do ja unë dreqi qefin për këtë. Ata janë dinosaur, Leo. Nuk ju bëhet vonë për agentin tënd. E kapi njëri në video? Alex! Unë jo. Asun. E po mirë. Disa fakte do na bënin punë, po unë nuk kam dërmon t'i ndjek dinozaurët nga pas. Mos vutë re diçka të çuditshme. Mos do të thuash përveç rrëmujës që bën dinosaurët? Duhet të them, ku është stafi filmimit? Pse nuk kanë ardhur këtu me vrap për të na pyetur nëse jemi në rregull pasi deshu shtypëm nga një tuf kafshësh që janë zhdukur pothuajse miliona vjet më parë? Nuk ka staf filmimi. Ndoshta avioni ra, ndoshta jo. Thelbi është që këtu jemi vetëm. Unë nuk do të thoja se jemi vetëm fare. Kjo mjafton, unë po iki që këtu. Jackie, prit. A nuk mendon se duhet të qëndrojmë të gjithë të bashkuar? Hej, pa ju ofenduar, por ju kam parë në veprim dhe besoj se kam shanse më të mira nëse qëndroj vetëm. Kur të mbërri në shtëpi do t'ju nis ndihmë. Ajo ka të drejtë. E di, nëse do të ishin vetëm unë dhe ti, unë do ta provoja, por ti ke nevojë për një dado. Shihemi më vonë. Shiko, nuk është e nevojshme të... Nuk e di për ty, por edhe unë kam frikë të qëndroj vetëm. A ke dëshirë të qëndrosh me mua? Shumë mirë. Tani mjafton të zgjedhim një drejtim, të ecim disa kilometra dhe ndërkohë të përpiqemi të shmangemi dinosaurëve. Duket e lehtë apo jo? Ikim këtej? Mirë. Në fakt, unë nuk e vras mendjen për dinosaurët, por shpresoj vërtet të mos na dali Leo përpara. Të ka thënë ndonjëri më parë se ti bën zhurmë kur qesh? Më fal. Jo, mua më pëlqen. Alex, faleminderit që më shpëtove jetën. S'ka problem. Po si ka mundësi që janë këtu? Kush? Dinosaurët. Po përse më pyet mua? Sepse ti je zgjuar. Po çfarë do të ketë në anën tjetër të kodrës, vallë? Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Atje lart. Shpresoja të ekzistonte vetëm një prej këtyre gjërave. Ata na kanë parë dhe duken të interesuar. E po unë nuk jam i interesuar për ta. Vazhdojmë të ecim. Bukur. Oh. Oh, mos! Uj! Margarita, kujdes! Po ai çfarë problemi ka? Mos vallë kujton se am Leo? S'ka më hamburger këtu, shoku! Po anakonda ta fshije në barishte? Nuk e kam iden. Nuk është kjo përgjigja që po prisja. Shiko, ata po ngrihen, se kuptoj pse u dorëzuan. Mos më thuaj, akoma lajme të këqija. Qetëso u voglushe, e shef? Asnjë nuk u dëmtua. Unë po iki tani.
E po mirë atëherë. A mendon se arrin të na shoh? Po, besoj se na shikon. Alex! Përpiqu të futesh në shpellë. S'do t'ja dalim kur. Mendon se po dorëzohet? Jo! Mos prap! Oh, mos! Mirë t'u bë! Mirë, ata mund lotojnë, por të paktën nuk fluturojnë. Kam një ide! Kësaj ere do të tërhiqemi! Atje lart! Brapo! Wow! Herës tjetër laj dhëmbët, shoku. Ne duhet jemi të sigurt këtu, nuk mendon kështu? Derisa... Derisa çfarë?
derisa T-Rexi të vi sërish me çakan? E po, derisa Jackie të sjellë ndihmë për ne. Ti ke shumë besim tek ajo. Po te Leo ke? A nuk mendon se dhe ai ka shanse? Ai ndoshta dhe ja del, po s'besoj se do kthehej të na ndihmonte. Po. Po ti pse je këtu me qëra fjala? Çfarë do të thuash? Tiranozauri na ndoqi dhe... Jo, dua të them, e kuptoj pse Jackie dhe Leo erdhën këtu. Ata donin famë dhe parat. Por ti je turpshme. Dhe dyshoj se s'të bëhet vonë për parat. Kështu që si është puna? Babai im donte ti tregonte botës që vajza e tij është një gjeni, dhe kështu unë bëj gjithmonë çfarë dëshiron babai. A nuk bën kështu çdo kush? Besoj se nëse e bëj mjaftueshëm, ai një ditë do ndaloj së kërkuari. Po ti pse ke ardhur? E gjitha nisi si shaka në fillim. Një rrugë tjetër për t'i ngritur shpresat prindërve të mi dhe t'i zhgënjeja në fund. Unë nuk e prisja kur se do zgjidhesha. Unë mendoja se do shpërndaja pica këtë verë, por mamaja më tha se një punë me motor nuk është aq e sigurt. Po përse i zure picat në goj? Tani mua aporeksi. Edhe mua. Mbase... Au! Është... Leo? Më fal, unë kujtova se ishe tiranosaur. Po pra, më ngatrojnë shpesh me këtë. Ne menduam se do të vazhdoje vetëm. E po mendova se ju të dy do të kishit nevojë për ndihmë. Po a nuk është ndihma kundër rregullave? Hej, shfaqja ka marrë fund tashmë. Pastaj kur unë dhe mamaja ime ta hedhim në gjyq kompaninë, unë do të marr shumë më tepër se $1 milion. Mos vallë ke në një hamburger aty? Më vjen keq. Si e dëshiron? Të rrahura apo të skuqura? Si kur të kisha pa krip. Mirë, unë po marr gjysmën dhe ju të dy gjysmën tjetër. Vetëm se ajo dinte të ndiste zjarr me shkopinj. Po mua s'do të më jepni? Sigurisht, eja. Sa ere mirë. Mirë, ti merr çerekun e gjysmës së tyre dhe unë... Po se varr aty. Ktu kam mjaftueshëm për të gjithë. Në rregull. E shishme. Kishte marrë shumë uria. E di që kishe të drejtë, ka nevojë për krip. Stu, a i pa hartat tona, thot që nesër mund të shkoj helikopteri për fëmijët. Shumë mirë. Vetëm se ka një problem, është një zonë shumë e madhe kërkimi dhe një pjesë e saj është e pa eksploruar nga njerëzit, me përjashtim të disa fiseve indiane. O, vërtet? Përse kështu? E po, ka shumë legjenda që thonë se kush hyn gjallë në atë vend nuk del më prej aty. Ej, mos më shiko mua, nuk po e shpik nga mendja ime. Indianët bilesi kanë vënë dhe një emër këtij vendi, Plaja e dinozaurëve. Wow! E shikon? Kështu ishte edhe ujvara, e njëjta gjë. Do vish të shikosh apo jo? Mos më nxito. Në rregull, unë pash mjaftueshëm. Më fal, e ka fajin lartësia.
Hey, s'ka problem. Atëherë, çfarë mendoni? E po, unë mendoj se... Ai po pyeste Margaritën. Kë? Mirë, unë e kam një teori në mendje nëse doni ta dëgjoni. Një teori? Sa mirë. Ne duam ta dëgjojmë. Në rregull. Në radhë të parë, nuk ka rrugdalje. Çfarë? Teori fantastike, Einstein. Nuk po e kuptoj. S'ka asnjë rrugdalje? Mirë, shiko. Duhet të ketë një arsye që dinozaurët mbjetuan këtu, apo jo? Dhe një arsye që ata ekzistojnë vetëm këtu dhe jo gjithandej në Amerikën e Jugut. Mirë, nëse i gjithë ky vend është i rrethuar nga shkëmbinj të atill, kjo është përgjigjja jonë. Dinozaurët janë të izoluar dhe të bllokuar. Besoj se jemi në një plaj të madhe gjigante. Një plaj? Një tokë e sheshuar në lartësi, si një ishull në mes të xhunglës, e formuar nga një tërmet i fortë, ndoshta miliona vjet më parë. Speciet që kanë jetuar atëherë jetojnë dhe tani të shkëputura nga bota. Po, çfarë duhet bëjmë ne atëherë? Të dorëzohemi? Ndoshta jo. Ndoshta duhet të thoja, s'ka rrugdalje të lehtë. Mund të ketë ndonjë shteg gjëkundi të shkaktuar nga erozioni që nuk është shumë i thepisur. Ja vlen të kërkojmë. Po le të themi se ajo ka të drejtë. Përse të mos ndjekim anën e shkëmbit? Nëse ka ndonjë vend nga ku mund të zbresim, do ta gjejmë. Nuk është ide e keqe. Mund të marrë ca kohë, po ndoshta varet nga masia e plajës. Si thua ti, Alex? Unë mendoj se ka një rrugë më të shkurtër për të kontrolluar vendin, vetëm se ka diçka që është shumë e rrezikshme. Vë pas se ka një pamje fantastike që aty lart. Mos dilni të gjithë një herë është vullnetar. Mirë, unë jam e vetmja me eksperiencë në ngjitjen e shkëmbimeve, kështu që besoj jam e dura. Jo aq shpejt. Unë dua të them diçka në lidhje me këtë. Pa çfat. Po, faleminderit. Prit një sekond. Me gjithë ato gjërat atje lart, unë mendoj se nuk duhet të shkosh vetëm. Kështu që ma merr mendja se unë do të vij me ty. Sa njeri i mirë, ma kurseve lodhjen. Unë mendoj se do t'ju preste shpella. Si ju duket kjo? Ide e mirë. Ti dhe Margarita do t'jeni të sigurt atje. O, po, kjo. Mirë, atëherë le të shkojmë. Mendon se mund ta marrim hua këtë? Mendoj se po, sigurisht. Do të kujdesem shumë për të. Hajde, se nuk do të pres shumë. Dëgjoj. Ki kujdes, në rregull? Edhe ti. Ajo është gjë më e këndshme që kam parë ndonjëherë. Në rregull, në rregull. Si të qoftë, ajo e kishte me të dy. O, po, unë e pash që ajo ishte shumë e shqetësuar për mua. Leo, shiko! Leo!
Veturina T-Rexi. Kam një plan të shpifur për të mbajtur predatorët sa më larg nesh. S'ma merr mendja se Leoja do ta kërkoj sërish çantën e tij. Çfarë më goditi? Hë? Hajde ikim! Zgjuarje? Mirë. Mos jetë shmendur gjë? Le t'ja mbathim që këtu. A mund të qetësohesh? S'ka asgjë për të patur frikë. Oh, mos! Po ajo, aty! E lezetshme, a? Po përse nuk po na ndjek ne? Sepse ne nuk kemi kërcënim për të, dhe ajo nuk ka mish, dhe sepse ajo duhet të ushqej këlyshët e saj. Papritur nuk e di nëse kjo është një ide e mirë. E po tani jemi këtu, mund të vazhdojmë si thua. Mos e vrit mendjen të them unë si ta bësh. Kjo do t'jetë shumë e lehtë. Hej, unë jam gati tani. Le ta bëjmë. A mund të ma kthesh kamerën time, të lutem? Oh, po sigurisht. Ti nuk e filmuar pasi unë e di u përplasa me pemën. A? Sigurisht që jo. Dhe s'do t'i thoj askujt që unë vrapova, a? E po, jo, doja të thoja ti nuk do ta kuptoje nëse e bëra. E drejt. Unë po shkoj brenda. Dakor, në rregull. Po ja del mjaft mirë. Tani shiko në të majtën tënde ka një vend tjetër ku mund të mbahesh. E shikon? Je mirë? Besoj se mundem. Besoj se mundem. Besoj se mundem. Them se erdhi koha për armën time sekrete. Ik shtoku, frym dinozaur. Kjo është e shpifur.
Etapi I fundit është shumë I vështirë. Jam shtrirë në glasa zogu para historik dhe s'më bëhet vonë fare. Wow! Ky vend I qenë ka shumë I madh. Por me sa duket Margarita kishte të drejtë. Nuk do të ketë një rrugë dalje të lehtë. Hey, çfarë është ajo? Gjeki ma u fort! Ndim! Të kapa! Edhe pak fare! Të kapa! Alex! Në rregull, më lësho. Faleminderit. Ej, s'ka përse. Nëse për ty s'bën diferencë, unë jam gati të kthehem poshtë. Mua më duket ide e mirë. Alex! Leo, ati te po ndodh diçka e çuditshme. Leo? Unë po përpiqem t'i mbaj të gjithë bashkë, por të tjerët ka filluar t'i kapi paniku. Sidomos Aleksi, ai e ka humbur fare. Mua më duhet ta mbaj shumë veten, në mënyrë që të tjerët të mbështeten tek unë. Besoj se jam shpresa jone vetme, por e di që e rëndësishmja për botën është që të mësoj se çfarë ka këtu sipër. Nëse dal gjallë prej këtu, do ta sjell këtë evidencë me vete. I detyrojmë të tjerëve që mund edhe mos t'ja dalin mban. Më lër poshtë I gjes pipur! Më lësho! Jo, akuma jo! Kjo nuk është gjë e mirë. Ej! Kujdes! Alex! E po mirë, besoj se erdhi momenti. Faleminderit për xhiron, shoku. Më duhet iki. Alex, je mirë? Djalosh, e kishe me shumë citim për të spritur, apo jo? Duhet ta provosh dhe ti. Është si një hedhje me parashut, vetëm se bie herë shumë të keqe. E po, të paktën mbaroj. Unë e urrej me të vërtet shumë këtë vend. Mirë atëherë. Unë isha më trimi. Doja të thoja, sa po I pash këta dështat, e kuptova që unë isha I duhuri. Unë isha trimi. Unë isha... Leo, çfarë po bën? Po sigurohem që njerëzit ta dëgjojnë të vërtetën. Do të doja të dëgjoja të vërtetën. A mund ta shoh të lutem? E di çfarë do të thuash, ti dhe Aleksi I madh. Leo u friksua, Leo hipi në një pemë, Leo u përplas me një pemë. Të gjithë do të qeshin me mua. Leo, kjo nuk është e vërtet. Asnjëri nuk do që të qesh me ty. Unë supozohet se duhet të jem heroj. Po ti do të jesh, Leo. E di që do të jem se s'bën. Leo, prit!
Lucia? E kujt i bëhet vonë? Ato janë të vogla. Çfarë gjiroje? Po, fantastike. Kjo po që është një dalje e pastër. Ej, kur mos thuaj diçka të tillë? Nuk e parë ndonjëherë televizor? Shpërndarja e picave do ishte shumë herë më e thjeshtë. Nuk mund ta besoj. Ku jemi me qëra fjala? Au! Jemi në një kurth për dinosaur. E kupton se çdo të thot kjo, apo jo? Që këtu ka njerëz, përveç nesh, njerëz të tjerë. Mos ndoshta këto janë lajme të mira? Bimësia këtu është si në asnjë vend tjetër në botë. Në një farë mënyre, ndihem pothuajse fajtor që të tjerët nuk ja dolën mban. Edhe pse unë bëra të pamundurën për t'i mbrojtur, kjo, Alex, ti je aty? Margarita? Jo! Jo! Do të kacavirësh apo jo? Dua thjesht të sigurohem që T-Rexi ka ikur. Ka shumë dritë këtu lart. Nuk po shoh dot. Të paktën mund të marrësh frym, kam kënet. A do nxitosh? Pak ndihmë do të ishte e mirë pritur. Po kjo si të duk? E po, të paktën funksionoi. Shumë mirë, më tërhiq lart tani. Hej, ku shkoj? Ë?
është kjo ana e dur e kodrës? E po, ashtu duket. Po shpella ku është? Ajo duhet i ishte eksaktësisht... Këtu brenda! Ah? Jam këtu brenda! Ah. Margarita? Lëvizi gurët! Duro dhe pak! Faleminderit! Faleminderit! Asgjë! Djema, lërini për më vonë këto. Më falni, nuk e dija që isha klaustrofobike derisa ngeca aty brenda. Është në rregull. Je mirë tani. Atëherë që nga e vërtet? Njerëzit, ata janë vërtet këtu. Përfundimisht, epoka pleistocene. Kur pash pikturat në përshpella, mendova, e po do jenë bërë mira vjet më parë. Por në fakt, ato vizatime, dukej që nuk kishin shumë kohë që ishin bërë. Dhe ti thuaj që gropa dukej si e porsa gërmuar. Po, duke i porsa gërmuar. Atëherë mendoj se duhet të përballemi me mundësinë që nuk kemi vetëm. Kështu që këta njerëz... Janë njerëz apo jo? Po thuajse, njerëz të lashtë ndoshta. Mbase para arsit tanë të lashtë. Mendon se do të na njihnin si kushurinj, apo do të na merrin për kafshë moderne? Ndonjë kafshë për gjuhëti? Nuk e kam iden. E urrej shumë që po e them këtë, por mendoj se duhet të shkojmë të kërkojmë Leon. Leo! Psst, Leo! Ti hajvani madh, ku je futur? Alex! Ka kaluar nga kjo Edhe rrugë. unë e pash, më tepër majtas. E gjeta. Wow! E shikon atë? Ktheje pas, ktheje pas. E kanë kapur ata. U hyka në punë me sa duket. Po i shaka, besoj. A mund të dallosh se çfarë ishin? Ishte shumë e shpejt. Ecni në këmbë, po nuk dukeshin si homo sapiens. Nuk e di. Ters. Tani duhet ta shpëtojmë atë, apo jo? Po bëni një nder. Nëse arrim ta shpëtojmë, më kujtoni t'i fus një grush dhe ta sjell në vete. Andi! Andi kemi për ta gjetur atë. Më ndiqni mua. Ah! Uluri poshtë. Alex, e marr pas atë që thash për këmbëkonet. Faleminderit.
është e pabesueshme. Unë arriti një ata, Homo habilis, një nga njerëzit e parë që jetoni në grupe. Ato ishin grupe gjuetarësh. Shiku çfarë kanë gjuajtur. Ai duket mirë. E kuptoni për Lian. Po ata çfarë kanë ndërmend të bëjnë me ata? Oh, jo. Besoj se e kuptova. Mirë, ju kujtojnë vizatimet e shpellës që ju thash? Po, ishte si një gjueti dinozaurësh apo jo? Po, në fakt, atje ishte edhe një tjetër të cilën nuk parja ta kuptoja deri tani. Ajo në shpellë është më e mirë se është me ngjyra. Mund ta kuptoni që ky dru është në zjarr. Nuk po e kuptoj. Ndoshta është ndonjë lloj sakrifice për të siguruar gjueti të mbar, po diçka më thotë që nëse nuk lëvizim shpejt, sakrifica do të jetë Leo. Ti vërtet mendon se do të funksionojë? E po, shpresoj se po. Nëse po përpiqesh të dukesh bindse, qënë ke shumë e dobët. Në rregull. Kur ta marrim atë, vraponi për të shpella jon sa më shpejt të mundeni dhe mos shikoni mrapa. Jam I sigurt që ka dhe diçka tjetër që dua t'ju them, por kam kaq shumë frikë sa nuk e kujtoj dot. Nuk besoj se mund ta detyroj veten time të rikthehem në shpellë. Hej, ndoshta ne nuk ja dalim dot të kthehemi. Shikoni! Besoj se erdhi radha ime. Më lërti iki! Jo! Më unë poshtë! Po përpiqen t'i mbaj të gjithë bashkë, por të tjerët ka filluar t'i kapi paniku. Sidomos Aleksi, ai e ka humbur fare. Mua më duhet ta mbaj shumë veten, në mënyrë që të tjerët të mbështeten tek unë. Besoj se jam shpresa jone vetme, por e di që e rëndësishmja për botën është që të mësoj se çfarë ka këtu sipër. Nëse dal gjallë prej këtu, do ta sjell këtë evidencë me vete. Detyrohen të tjerët. Unë isha numri 1. Unë isha më trimi. Unë isha më trimi. Unë isha më trimi. Unë po përpiqem t'i mbaj të gjithë bashkë, por të tjerët ka filluar t'i kapi paniku. Ta mbaj shumë veten, në mënyrë që të tjerët të mbështeten tek unë. Besoj se jam shpresa jone vetme, por e di që e rëndësishme. Dikush është në kuzhinë me vino, dikush është në kuzhinë me vino, dikush është në kuzhinë me vino. Ju erdhët për mua, ha? E po ja! Më vjen keq, më vjen shumë keq. Mos e vrit mendjen për këtë. Si e ke kokën? Më mirë. Hë? Jo! Dhe kjo e përfundon transmetimin e sotëm. Faleminderit që u sintonizuat.
Shpresoj që mund të vraponi se ata nuk do t'jenë të hutuar për gjithmonë. Hey, ti i trëmbe vërtet ata? Shoku, ishe ti që i trëmbe. Ishte testi ju t'i parë në ekran. Po, ishte diçka e tillë. S'ma do mundja që do të vinë të na ndjekin. Dhe sërish ti mund t'i jesh gabim. Kape! Dikush është në kuzhinë me vino, dikush është në kuzhinë me vino. Ja ku është, hajde! Mos! Hajde, forca! Po thuaj se arritëm! Wow, kjo i trëmbi ata. Kjo është çmenduri, tani po i ndjekim ne ata. Ke ndonjë ide më të mirë? Po, nga kjo anë. Margarita ka një plan. Po unë nuk kam etje. Jo, dua të them zhutuni. Jam e bindur që këtu ka dalje. Ke luajtur mëndsh? A je e sigurt për këtë? Jo. Ashtu si që shoh unë, kemi 3 zgjidhje. Mund të bëhemi barbecue për ata, të bëhemi sushi për atë, ose të provojmë shanset të kjo vrim. Unë po zgjedh derën numër 3. Shihemi poshtë. Ti do të vish apo jo? Sigurisht që po. Të gjithë duhet të jemi bashkë. Tani shko! Wow! E di që kam bërë plot budalliqe që kur kemi ardhur këtu, por kjo ndoshta është më e madhja. Jihu! Wow, çfarë xhiroje! Kush do ta bëj përsëri? Mirë Margarita, na thuaj, çfarë lloj kafshësh të egra kemi shanse të shohim këtu poshtë? Na e thuaj drejt për drejt, mund ta përballojmë. Mirë, le të shohim. Këtu ka jaguar, sigurisht, gjarprin helmues dhe kapibara, të cilët janë si mi, por të mëdhenj sa një deri egër. Ha! Mi sillni të gjithë. Ej, a e dëgjoni dhe ju këtë zhurmë? Ata janë akoma duke na kërkuar. Jemi këtu! Kam një ide. Po sigur t'i themi Elisonit që nuk do ta denoncojmë kanalin e tij nëse ai na e ndan çmimin në 4 pjesë. Sigurisht! Duket mirë. Duhet të jetë mjaftueshëm për të na dërguar të 4-ve në kolegj. Unë në fakt do ta doja një bursë të plot për vete. Dhe diçka tjetër. Le mos t'i themi se çfarë gjetëm këtu lart. Betoheni?
Betohemi.